Fëmia që shikoni në ekran është vetëm 16 muajsh dhe është i operuar nga tumori në veshka në spitalin pediatrik në QSOT, por për t'i shpëtuar plotësisht jetën, mjekët e këtij spitali kanë vendosur që fëmia t'i nënshtrohet kimioterapisë, të ndarë në 51 seanca. Deri në këtë pikë fëmia ka qenë me fat, thon prindrit, për të cilët drama e vërtet nis në momentin kur mësojnë se ilaçi bazë për kimioterapin, aktinomicina, mungon në spital dhe për më tepër nuk gjendet as në farmaci ku me ligj është rrepsisht i ndaluar të tregtohet. Pse nuk sillet ky ilaç? Nëse s'ka fonde, le ta sillin ta blej me lek. Dhe përgjigja nuk e sjellin grosistët, se s'kan fitim, nuk kanë interes. Pra jeta e fëmijëve tan u varka në grosistët. Po deshi grosisti ta sjelli do shpëtoj ky fëmijë im. Po nuk deshi ta sjelli nuk shpëton. Grosistët mbase nuk u leverdis se mund të ketë kontrabandist që e paguajnë më shumë se sa i mund fitoj se ta sjelli. Nëse nuk e bën këtë ilaç i ndërpritet, vdekjen e ka prezent. Dhe nëse djali i vdes, shkaktari nuk është anonim. A është Ministria e Shëndetësisë që nuk ma sjell ilaçin me lek ose pa lek. Ne erdhëm për t'u interesuar në drejtorinë e këtij spitali, ku na thanë se mungesa e ilaçit ka lidhje me anullimin e tenderit për blerjen e tij. Sipas QSOT-s, ky tender është bërë 2 herë rresht këtë vit dhe në të 2 rastet është anulluar pasi kanë munguar të marrin pjesë subjektet e interesuara për blerje. Sipas QSOT-s, ky tender pritet që të ribëhet nga e para. Nga ana e tyre, drejtues të shërbimit të onkohematologjisë në pediatrinë e QSOT-s pranojnë situatën serioze për disa pacientë që sipas protokolleve duhet kurohen me aktinomicin e që sipas tyre mungon prej vitesh në këtë spital. Ata shtojnë se për problemin është informuar zyrtarisht Ministria e Shëndetësisë dhe Drejtoria e Spitalit, si dhe janë bërë edhe propozime konkrete. Shefja e këtij shërbimi Anila Godo pohon se i është kërkuar Ministrisë së Shëndetësisë që për disa kategori barnash, si në rastin e aktinomicinës, të bëhen blerje të drejtë për drejta dhe jo me tender. Dhe në një situatë të tillë kur ky medikament mungon në spitalet tona, dhe për më tepër është ndaluar të tregtohet në farmaci, çfarë i mbetet prindit për të bërë? Nuk e di, kam një gjysmë doze të skaduar, që e mbajta e bleva që kur mundja të gjenja e bleva, thashtë i kem 3-4 copë rezervë, po këtyre kaloja fati. Ka skaduar që në muajin maj. Se sa do të ketë efektin, them inshallah, Zoti i jep pak shpresë për të jetuar.